Mbledhja e trajtimi mbeturinave kërkon një harmoni dhe ekuilibër shoqëror e institucional, gjë e cila nuk është lehtë e arritshme. Prandaj sot kemi një situatë me mangësi serioze në menaxhimin e mbeturinave. Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat, ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Situata me mbeturina është bërë serioze. Dhe kjo sidomos në hapësirat që nuk mbulohen nga askush, pra hapësirat jashtë kufive të vendbanimeve. Lirësh mund të themi se kemi një emergjencë. Ky aksion ka për qëllim të arrijë dy efekte të njëkohshme. E para të intervenojë në vendet ku hedhja ilegale e mbeturinave rrezikon ambientin dhe shëndetin, por po ashtu kërkon të shtrojë një rrugë të re ku qeveria nuk rri më duar kryq, por është prisë e organizimit dhe nxitjes së aktorëve që kanë përgjegjësi në fushën e mbeturinave. Kështu, ky program, përveç se do të menjanoj një pjesë të mbeturinave që gjenden në hapësirat e pambuluara nga komunat, mëton të vënë në ndërveprim kompanitë publike, siç janë ato rajonale të mbeturinave, kompaninë për menaxhimin e deponive të Kosovës, korporatën energjetike të Kosovës, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, si dhe komunat, veçanërisht komunat në tërë territorin e Republikës. Që aksioni të rezultojë suksesshëm, janë paraparë gjithsej 5 marrëveshje me kompanitë rajonale të mbeturinave dhe kompanitë të tjera publike, disa prej të cilave veç se janë nënshkruar si para përgatitje. Buxheti i parapar nga Qeveria e Republikës është 1 milion euro. Ndërkaq në njërën anë parashihet largimi i 500 deponive ilegale të mbeturinave, në anën tjetër rritja e numrit të punësuarve dhe ngritja e kapaciteteve me thekste pajisjet në për kompanitë publike që merren me menaxhimin e mbeturinave, por edhe mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbra publike duhen theksuar. Përveç pastrimit, paketa aksioni kundër mbeturinave ka për qëllim edhe vendosjen e përgjegjësisë për ndotjen. Kështu, me këtë paketë ne do të krijojmë një praktikë tërësisht të re të inspektimit në fushën e mbeturinave, e cila do të mobilizojë Inspektoriatin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor dhe të gjitha departamentet e kësaj ministrie në një aksion të përbashkët për vendosjen e rendit dhe sundimit të ligjit në fushën e mbeturinave. Ne presim që përgjatë kohës sa zhvillohet aksioni, të kemi 10 inspektor e zyrtar të angazhuar ekskluzivisht në inspektim të mbeturinave, ashtu që në njërin anë të krijojë një sensibilizim në këtë fushë, por në anën tjetër të vëjnë në zbatim ligjin aktual për mbeturinat. Pra me këto 5 marrëveshje me kompanitë regionale dhe publike, ne synojmë largimin e rreth 500 deponive ilegale të mbeturinave në gjithë territorin e Kosovës. Ky projekt tashmë ka iniciuar një komunikim dhe koordinim të fuqishëm të gjithë aktorëve në fushën e mbeturinave, gjë që ka munguar. Kjo është një parapërgatitje e madhe për të krijuar një sistem të qëndrueshëm dhe afatgjat. Nuk do të ketë më asnjë tolerancë për ata që ndotin lumenjtë tonë, pyjet tona, tokat bujqësore dhe hapësirat publike. Nuk do të ketë më heshtje institucionale përballë deponive ilegale dhe as arsyetime për ata që dëmtojnë mjedisin dhe shëndetin e qytetarëve tonë. Sepse mbrojtja e mjedisit për ne nuk është luks, mbrojtja e mjedisit është mbrojtje e ujit që pim, e tokës që e punojmë, e ajrit që e thithim dhe shëndetit të fëmijëve të këtij vendi. Çdo lokacion i identifikuar do të trajtohet, çdo shkelje do të ndiqet, çdo ndotës do të përballet me forcën e ligjit.